Jemi sot të buar në këtë vend për të kryer një obligim fetar, që është e falja e namazit të xhumës. E sa mëshirë lëshon Zoti xhaleshanuhu për këtë aspekt, na tregon Muhamedi alayhi salam me një hadis të tij, u thot: kur njerëzit tubohen në përshtëpitë e Zotit xhaleshanuhu, duke dashur që ta përmendin Zotin e madhruar, të mësojnë nga feja e tij, përveç se në advent të zbrese mëshira e Zotit xhaleshanuhu, nezelet alejhimus sakine wa haffet alejhimul melaike, dhe meleket me fletrat e tyre, me krahat e tyre, ti përfshin prezantuesit në përshtëpitë e Zotit xhaleshanuhu. Wa ghashiyat alejhimur rahme, dhe të shpërndahet rahmeti dhe mëshira Allahu xhaleshanu në advent. Edhe Zoti i madhruar do t'i përmendse ata njerëz tek meleket e tij, ashtu siç e përmendin këta njerëz Zotin e madhruar për këta vende të shenjta. Pra nderuar i vëlla, bëhu i vetëdijshëm dhe gëzohu tepër, nga se ardhja jite është shumë e rëndësishme dhe e dobishme për ti, nga se Zoti i madhruar lëshon rahmetin mbi shpirtin tënd. Ti ke ardhur këtu në këtë vend, ke marrur avdes, normal ke lanë dhe shumë punë të kësaj dunjaje, por mos haro vallahi ve billahi mëshira e Zotit xhaleshanuhu që të kapton ti në këta momente, është shumë herë më e madhe, më e dobishme për ti se sa punët e kësaj dunjaje.